Qartë, kush e kontrollon, zoti Pumor, realisht frenën e luftës? A është vetë Washingtoni apo frika e aleatëve të tij, sepse Arabia Saudite, por edhe vendet tjera të Gjirit i kanë kërkuar Shëbaz ta shmangin ofensivën? I kanë bërë thirrje vërtet, domethënë vendet si Arabia Saudite, Kuwaiti, domethënë Bahreini, këto vende që kanë pasur edhe një impakt në të kaluarën, kanë luftuar, le të themi, me Iranin, jo vetëm ideologjikisht, por edhe në mënyrë domethënë të drejtë për drejtë kanë pasur kontradikta goxha me Iranin, po gjithsesi tashti kjo bota muslimane është bashkuar dhe domethënë në thirrja veprimet e Trumpit kuptohet që lënë për të dëshiruar për të drejtën ndërkombëtare, ajo është përdosur nga të gjitha drejtimet dhe situata në botë është e tillë që të gjithë luftojnë kundër të gjithëve. Në fakt, zoti Pumo, ashtu si e tham, nuk ka konfirmim nga Pentagoni, por vlerësime të ndryshme flasin edhe për veprime brenda këtyre 24 orëve. A mund të ndodhë që ky vendim të merret pa një debat publik ndoshta, por edhe pa miratimin ndërkombëtar? Sigurisht që mund të ndodhë, duke njohur tashmë ecurinë e ngjarjeve dhe të Trumpit, por dhe të ministrisë së vet, që ai pa hipokrizi e ka ndryshuar emrin në një emër të mirëfillt të Ministria e Luftës. Pra mund të jetë edhe të dhëna të ndryshme, mund të jenë dhe domethënë manovra le të themi për të tërhequr vëmendjen, por për shembull dje disa avionë luftarak lanë domethënë bazën e madhe amerikane në Havaj dhe u drejtuan në drejtim të perëndimit, pra në drejtim të Gjirit Persik. Gjithashtu një aeroplan mbajtëse nga deti i jugut të Kinës, domethënë është drejtuar domethënë gjithashtu në drejtim të Gjirit Persik, por kjo do një farë kohë më tepër për të arritur atje. Se sa do të jetë teknikisht gati, Shtetet Bashkuara të Amerikës flitet që nuk mund ta godasin, por jo nuk është e thënë brenda 24 orëve. Pavarësisht nga deklaratat e Reuterit. E qartë. Në fakt një konflikt i gjerë do të rëndiste sigurisht edhe tregjet e energjisë, por edhe stabilitetin global. Apo hyn bota, zoti Pumo, në një epokë tashmë ku krizat zgjidhen më shpejt me raketa sesa me diplomacinë që duhet ndodhte? Po fatkeqësisht, domethënë në botë, siç e tham, e drejta ndërkombëtare është përdosur nga të gjitha anët, domethënë OKB-ja nuk vërtet, siç e kanë thënë dhe zyrtarët e lartë amerikanë, nuk zgjidh asgjë, nuk vepron, po të njëjtën mendim kanë dhe rusët nga natyre, domethënë secili nga interesi vetë gjykon kështu, dhe po të kujtojmë historinë, tashti OKB-ja ka një sjellje shumë të ngjashme me Ligën e Kombeve që ka qenë para luftës së dytë botërore, kur filluan domethënë veprimet e njëanshme të Italisë, të Gjermanisë, domethënë edhe askush nuk i trazonte, domethënë nuk mirte masa kundër tyre. Dhe tashti domethënë jo se nuk marrin masa, por nuk kanë mundësi të marrin masa, as ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, as ndaj Izraelit, as ndaj Rusisë, as ndaj çdo kusht tjetër. Prandaj secili bën me, le të themi, të paktën deklaron me kokën e vet. Interesante është sepse përveç këtyre, pastaj radhën e ka, le të themi, mund të duket paradoksale dhe anekdotike, por do thoya që Grenlanda nuk është aq, domethënë, një situatë shumë aq komike sa duket në fillim. Është vërtet një situatë tragjikomike, do thoya, për Europën në radhë të parë, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës me do e mos duan ta marrin Grenlandën dhe në histori ka pasur dhe kuriozitete domethënë të ndryshme, sidomos lidhur me Danimarkën, që i ka shitur tashmë një herë një ishuj të Virgin Islands që janë domethënë në Karaibe, ato kanë qenë pronë e Danimarkës që nuk i menaxhonte dot dhe diku nga viti 1917 ata ja shitën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe mbas kësaj de jure Shtetet Bashkuara të Amerikës deklaruan që ata donin, domethënë e njohin domethënë protektoratin e Danimarkës ndaj Grenlandës, por nga ana tjetër pastaj filluan që nga Trumani, Trump nuk ka bërë asnjë gjë të re, ai vetëm ka nënvizuar aspiratat dhe interesat amerikane globale, dhe për më tepër domethënë edhe kjo politika domethënë edhe doktrina Monroe, por i kthehet me shumë forcë dhe në mënyrë bindëse presidenti Trump ndjek interesat e vendit të vet.
E qartë. Mirë, është të punë për të kaluar tek Ukraina dhe Rusia. Kanë kaluar tashmë dim mbi 1418 ditë që nga fillimi i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe ky konflikt po ja kalon sipas të dhënave për nga Kozjatja dhe atij mes Bashkimit Sovjetik dhe Rajut të tretë gjatë luftës së dytë botërore. Pyetja është sa jemi tashmë përballë dështimit më të gjatë strategjik të Moskës që nga lufta e dytë botërore? De facto, do me thënë, nuk mund të quhet të paktën këtu në Moskë deklarojnë që nuk është dështim strategjik, për më tepër që luftojnë me 45 kusur vende kundër. Nuk është vetëm, do me thënë, Rusia në Ukrainë lufton me perëndimin kolektiv, jo me Ukrainën, kështu deklarohet. Nga ana tjetër është vërtet për të ardhur shumë keq që lufta po zgjat kaq shumë me shkatrime të tmerrshme, biles do thoja nga të dyja palët. Ka pasur, do më thënë, goditje të ndryshme në rafineritë e naftës, në sistemet energjetike, qytetet të tëra që nuk kanë as dritë, as gaz, as ujë, as drita. Këto ndikojnë sigurisht, të biles sot është me 3 ditë më shumë zgjat kjo luftë më tepër se sa lufta e dytë botërore ku përfshi Bashkimin Sovjetik. Pra është një luftë e zgjatur dhe është koha ndoshta për të bërë hapa konkrete. Le të shpresojmë që ndoshta edhe sot presidenti Putin do të deklaronte në një diçka më konkrete për sa i përket domethënë afrimit të përfundimit të luftës, po ka të ngjarë që fundi i luftës është akoma shumë larg. E qartë, zoti Puma, ne e dim se Putin e nisi luftën si një operacion special, do i shuaja në thonjza me pritshmërinë përfitore të shpejt, por edhe rrezim të kevit nga ana tjetër. Mendoni se gaboi Kremlini totalisht me vlerësimin e Ukrainës apo të gjithë arkitekturën e sigurisë europiane? Flitet që ka pasur, do me thënë, një keq vlerësim të situatës, gjithmonë ku ka dështime, diku ka dhe tradhti. Dhe flitet që ka pasur, do me thënë, informim jo i sakt i presidentit Putin nga disa nga, do me thënë, varësit e tij, të cilët kishin në vëzhgim Ukrainën, dhe edhe sot e kësaj dite, do me thënë, vazhdojnë në qarkullojnë zëra që modeli se si duhet veprohej në Ukrainë ishte ajo që si vepruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Venezuelë. E qartë. Ndërkaq, apo shemet edhe miti historik, zoti Pumoj, makinerisë ushtarake të pamposhtur ruse pasi ndryshe nga lufta e dytë botërore, ku ushtria e kuqe përfundoi në Berlin, sot forcat ruse janë të bllokuara në Donbas. Janë të bllokuar, po përparojnë gjithsesi dhe le të themi që le të shpresojmë që kjo luftë nuk do të eskalohet, sepse në qoftë se do të kalonte limitet e një lufte konvencionale, atëherë do të ishte keq për të gjithë, jo vetëm për Rusinë. Flas këtu sidomos për përdorimin e raketës Oreshnik, që para 4-5 ditës, më u zgaboj, u përdor për herë të dytë në Ukrainë. Në qoftë se biles edhe të shikojmë trajektorin e goditjes me koka, do me thënë, të kësaj rakete, le themi që këndi i rënjes së këtyre, do me thënë, kokave të goditjes ishte i ndryshëm, pra ky ka qenë një vazhdim i eksperimentit të kësaj rakete, do me thënë, të re, që shumë kush në perëndim deklaronte që është një blof, edhe që Rusia nuk është në gjendje të prodhojë gjëra të tilla, po mbas ai kanë prodhuar me çipat elevatrisheve që sili ka lejuar perëndimi të importojë. Gjithsesi, do me thënë, kjo raketë është, do me thënë, nuk ka kundërpërgjigje në perëndim, është e pakapshme nga çdo lloj radari, është, do me thënë, një raketë që vjen del në kosmos dhe kthehet mbrapsht dhe godet nga kosmosi, mund të ketë nga 6 deri në 36, do me thënë, koka me mbushje si bërthamore, por edhe konvencionale. Kjo raketë që goditi biles ishte pa mbushje fare, por duke pasur parasysh shpejtësinë e madhe kinetike dhe energjinë e madhe kinetike të raketës që shndrohet, do me thënë, të gjithë pjesët përbërëse të raketës, përfshirë dhe metalet, kthehen në plazmë, ajo ka një forcë të jashtëzakonshme shkatruese. Imagjinoni po të kishte gjithashtu edhe eksploziv në këtë raketë. Pavarësisht nga kjo, raketa zhduku një nga, le të themi, depozitat më të mëdha të gazit në Europë, ku, do me thënë, ruaj pothuajse gjysma e gazit në Ukrainë flitet, nga ana tjetër është goditur uzina për
mirëmbajtjen e avionëve F-16, do me thënë edhe një aerodrom aty afër në Lvov, që është 50 km në kufi me Polonin. Ky është një mesazh, sepse ishte një mesazh jo vetëm për të dëmtuar Kievin, por ishte një mesazh për vendet e NATO-s që situata mund të përkeqësohet në qoftë se ata do të vazhdojnë të hedhin benzinë në zjarr. E qartë. Mirë, zoti Pumo, nga ana tjetër Zelenski ka folur dhe